Lezhë solli në kujtesë heroin ton kombëtar Gjergj Kastriot Skënderbeu. Me rastin e 620 vjetorit të lindjes së tij organizua një veprimtari përkujtimore në memorialin e Skënderbeut ku morën pjesë autoritetet lokale, qytetarë dhe nxënës shkollash. Përgjegjësi i trashëgimisë kulturore në Bashkinë Lezhë, historiani Paulin Zefi, theksoi rëndësinë e përkujtimit të kësaj date, pavarësisht pas aktive të mundshme historike mbi ditëlindjen e Skënderbeut. Në lindjes, nëse marrim si datë një shën ditëlindje ka 25. Data 6 maj do të çajmë diçka nuk është dokumentuar, se dini çfarë, se historianët nuk lejohet të gabojnë. 6 maj më shumë një ditë ceremoniale se sa reale. Pse është ditë ceremoniale? Mbas kalendarit tjetër, julian, data 6 maj dita shënqësisht. Kalendari aktual, atë përgatitur se kalendari i ri është data 23 prill. Dhe historianët kanë ndërmarrë këtë lidhje me këtë pjesë. A ka lidhje me 23 prill apo 6 maj? Faktikisht 6 maj akoma vazhdon të festohet edhe nga vëllezërit motra tonë konvertuar në islam, të cilat duhen akoma kalendarin e vjetër dhe festojnë datën 6 maj. Atëherë, ardha një pak fjalë, se do të zgjat më shumë. Ardha një e djalit të vogël të Gjergj Kastriot, i cili u paksuar me emrin e Shënqësit. Ishte një ngjarje shënore, jo vetëm për familjen e tij, por edhe për gjithë ardhurët që jetojnë brenda territorit principal të Kastriotëve. Paksimi me emrin e shëndorit ka staduar për krishterëve, emri i cili lidhet me rangën e luftëtarëve martirë të krishterëve të hershëm, po themi krishterët e parë periudhën apostolike flasim. Dhe sidomos me triumfin e së mirës mbi të keqen, dritës mbi errësirën, kemi mitin e Shënqësit i cili pra tregoi. Mund të konceptohet si profecie një jetë të lartishme për luftëtarët e pamposhtë do të thjesë ushtarat që janë luftën për mbrojtjen e Anadoluit të shtëtrimit perëndimor, përballë kërcënimit më të madh që është kanosur ndonjëherë në kontinentin evropian. Pra perëndimisë osmane. Nënkryetaria e Bashkisë Lezhë, Ewejda Molla, thotë se në nullheqjen e Gjergj Kastriotit, shqiptarët nuk ishin thjesht një popull në mbrojtje, ata ishin një kombë në ngritje. Në nullheqjen e tij, shqiptarët nuk ishin thjesht një popull në mbrojtje, ata ishin një kombë në ngritje që shpallin me krenari të drejtën për të ekzistuar dhe për të qenë vetvetja. Vefa dhe emri i Skënderbeut janë shkruar në gërma të larta në kujtesën historike jo vetëm të shqiptarëve, por të gjithë Evropës, që njohu atë si një mburoj të qytetërimit perëndimor në një epokë të vështirë. Dhe sot, më shumë se kur, ne kemi nevojë të rikujtojmë vlerat që ai mëshiroi, guximin, urtësinë, besnikërinë dhe vizionin për një të ardhmë të drejtë dhe të ndritur për popullin e vet. Veprimtaria për 620 vjetorin e lindjes së Gjergj Kastriotit u mbyll me një koncert muziko letrar kushtuar figurës së heroit ton kombëtar.